Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mbrojti vendimin e tij për tarifa gjithëpërfshirëse doganore mbi importet ndërkombëtare të cilat shkaktuan tronditje në tregjet globale të aksioneve, duke thënë se ndonjëherë duhet të marrësh ilaçe për të trajtuar një problem. Duke folur me gazetarët në bordin e avionit presidencial të Air Force One të dielën vonë, shefi i shtëpisë së bardhë tha se vendet e punës dhe investimet do të kthehen në SBA për ta bërë Amerikën të pasur si kurrë më parë. Trump tha se vendet europiane dhe aziatike po vdesin për të bërë një marrëveshje. Ai gjithashtu kundërshtoi investigimin e një gazetari për dëmin që po i bëhej konsumatorëve amerikan, ndërsa frika nga rritja e madhe e çmimeve dhe një recesion tregu shtohet. Zyrtarët më të lartë të Trump theksuan se tarifat të shpallura javën e kaluar do të zbatoheshin siç ishte planifikuar, duke minimizuar frikën e recesionit. Vetëm disa orë pas komenteve të presidentit amerikan Donald Trump, tregjet e aksioneve shënuan rënje në Azi dhe më pas në Europë mëngjesin e të hënës.